po thonë që nëse je besimtar musliman, nuk duhesh me lënë femën me punu, me shkollu, madje me qenë edhe udhëhece. Çka thot Islami për këtë pjesë? Të kuptohemi, femra pejgamber s'ka pas gjatë historisë. Tash këtë pse ne mund bashkë të shkruajmë në një letër, unë edhe ti t'ja drejtojmë Zotit, por nuk do të marrim përgjigje. Ma ato përgjigje që ka marrë është që për shembull një punë ka qenë një punë shumë e vështirë që femra nuk do të mund ta përballonte. A pajtohesh si femër që është çështot? Po, kur i lexoj historitë e pejgamberëve tanë, unë mendoj që si ja kanë dalë. Edhe të gjithë pejgamberët, megjithatë prapa tyre kanë qëndruar femra. Ashtë kështu apo jo? Domethënë rrugtimin e tyre Ibrahimi a.s., Nuhi a.s., Musajin a.s. e lindi një non fisnike, Muhamedi a.s. pejgamberi sallallahu a.s. e kështu me radhë. Mirë. Edhe një gjatë tjetër që Islami e kufizon, lidere supreme femra nuk bëhet. Halife që i themi ne, në një situatë e cila për neve tash është hipotetike për arsye se jetojmë në një kohë kur sistemet janë të rregulluar ndryshe. Ekziston arsyeja e njëjtë sikur që ndoshta ka shumë përgjegjësi dhe trona për të ekzekutuar? Parafërsisht po. Edhe tjetra femra, edhe të gjitha tjerat mund t'i baj. Imam në xhami? Imam i femrave po jo edhe i meshkujve. Okej. Po njëjtë, as ju nuk jeni imami i femrave. Jo, të flasim kështu. Unë kur dali imam në xhami, pas me mund të falen edhe meshkujt, edhe falen edhe femrat. Nëse ka vend xhami. Po, mirë po, s'mundet me ndodhe kundërta. Pse, a ka një shpjegim? Po ka shpjegim, tash jemi duke shku në formë zinxhirore, i njëjti shpjegim është. I njëjti shpjegim është. Mirë po, femra mund të jetë mësimdhënëse. Femra, jo që mund tjetë, duhet tjetë. Duhet. Femra mund tjetë mjeke, jo që mund tjetë, duhet tjetë. A mund tjetë presidente? Po, në një sistem tjetë? Para 2-3 ditëve e lexova një statistikë, një edhane, thjesht, po interesante shumë. Sot, derisa po flasim, nëse zgabojnë 4 apo 5 vende muslimane ekskluzivisht, janë presidente femrat, përfshije edhe vendin tonë. Madje këtu në Kosovë kemi një, si me thonë, edhe më të avancuar se edhe kryeparlamentaren tash e kemi femër. Pozita të larta shtetërore mund të jetë. Përderisa në vendet zhvilluara, sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, halon historisë kanë pas femër. Po jo po një garë shumë e ashpër dhe në fund s'ka arrit me fitu. Si duket është rregulli pa shkruar që të mos ndodhë asnjëherë. Që, domethënë me gjithë atë marketing që bëhet që gruaja duhet të jetë e para, gruaja duhet të ketë përparësi. Po, krejt e kanë deri dikon. Deri dikon. Pra përparësia ka një limit. Po, sigurisht. Nëse i referohemi, tash ne gjithsesi, nuk do t'ishte korrekte t'i referohemi vetëm praktikave tona, se funit ato edhe mund t'jenë të qelluara dhe mund mos jenë të qelluara, mirë po nëse i referohemi teorisë islame, femra i ka punë edhe mund të merret me ato punë të cilat nuk e rrezikojnë të qenurit e saj femër. Për shembull, femra nuk ka kuptim të jetë kryekomandante e ushtrisë. Për arsye se me gjithë vlerën e jetës njerëzore, po shumë më lehtë është edhe më pakëllimshme është të vritet një mashkull se sa të vritet një femër. Pra Islami po e mbron femrën. Pa pikë dyshimi. Edhe nëse themi po e zonë që sot ose e kishim luftën e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, ka pas ushtare edhe femra. Megjithatë, paramendo një ushtari i zonë rob. Sigurisht që, domethënë, e ka trajtimin shumë të keq, veç paramendo sikur të ishte një ushtare e zonë rob, atëherë do të ishte shumë ma e rëndë, shumë ma fatale. Për këtë arsye, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, femrat kanë marrë pjesë në luftë, por s'kanë marrë pjesë në vijën e parë të frontit. Pra mund të jenë në biznes. Mund të jenë në biznes. Sepse gruaja e pejgamberit pikërisht, zonja Hadije ka qenë businesswoman, se na i themi businessmene. U kanë afariste në atë kohë. Afariste shumë të suksesshme dhe zatën. Madje e kanë akuzuar pejgamberin që po e merr për benefite të ndryshme. Edhe pse ajo e ka lyp realisht, ajo i ka çumsit. Ajo ka qenë e para. Ajo i ka çumsit. Po vjen që me këtë praktik gratë kanë të drejtë me çumsit. Po. Kanë drejtë me çumsit. Po kanë drejtë edhe pse
edhe pse gratë në një farë mënyrë për shkak ma e mendjen që to, se po du me thonë diçka tjetër. Dhe më thonë, gratë kanë të drejtën e posedimit, të drejtën e pronës. Jo, para trashëgimis. Kam drejt me posedu, se kam bo biznes. Edhe ka drejt me pas pasunit vetë. Edhe ka drejt pamohueshme të trashëgimis, që të ne si banor të këni në qieli, këto në kohën e kalume, është privu femra prej trashëgimis, jo për shkak të islamit, po për shkak të keq kuptimeve. Pse? Po i kanë thonë, për shembull, qëre motër, na po e dojmë pasuninë e babës, ti nëse donë më nëshme lyp hise, ama më vllazni s'ki. Fatkeqësisht edhe në shoqërinë tonë ka ndodhur kështu. Po për çto po flasën? Okej, se menova që për një shoqëri tjetër. Jo, për shoqërinë tonë po flas. Ndodh edhe sot në disa raste. Ndodh kjo? Ça ta merr mendja? Nës një libër nuk e kanë lexuar këto. Po thjesht e kanë gjetë në librin e kojtës, në librin e lakmisë së pamenaxhume. Se lakmi kemi të gjithë, mirë, po njeriu derisa e lakmon e menaxhon lakmin, atëherë është në suazat njerëzorës, në momentin që se menaxhon lakmin, atëherë ndodh ajo që kanë thonë, kojta e korit burrin. Edhe i korit njerëzit në afërsi, vllaun e korit me motër, vllaun me vlla e kështu me radhë. Kështu që e drejta e posedimit, domethënë është e pakontestueshme për femrat. Nuk diskutohet. Absolutisht. E drejta e shkollimit është e njëjta gjë. E drejta e punë, e bomjes biznes është e njëjta gjë.